Krejaj, sot Shkodër për të luajtur ndaj Vllaznisë, si u ndjet? Është kënaqësi mu kthy në shtëpi teme, ndoshta si kundërshtar, por gjithmonë besoj që e kam derën e hapur në shtëpi. Si po shkon aventura në Kosovë, shumë vite atje? Po jena shumë mirë, me të thënë drejtën deri tash. Jena në vend dytë me pikë barabarta me vendin e parë. Shpresojmë që pse jo dalim kampion këtë vit. I kënaqur me këtë nga ana personale në Kosovë? Po deri tash kam marrë ato frytet e stërvitjes teme, edhe mund të them që jam i kënaqur, s'mund të jem gjithmonë, por mirë është deri tash. Po mund ta shohim ndoshta në një rikthim tek ne në Shkodër apo është herë? Po gjithmonë thash, është kënaqësi më ardh këtu. Kur mos thuj kur thojmë ne. Kështu që gjithmonë është një ide e hapur këtu dhe pse jo. Cilat janë objektivat e klubit tuaj, ndoshta në ligën ndike, në seancë? Po për çmëritë i kena marrë ne, javën tjetër besoj që bëhet Final Four, edhe i kena marrë. Kjo neshe ishte më shumë me provu të rit, edhe me patra njëri se cili jep më shumë, cili më pak, edhe besoj që shkoj shumë mirë. Ta arrijë si dash Prishtina aty në kampion të Kosovë? Po synimet janë që me dalë kampion, mandaj se çfarë rrugë gjithmonë janë pa pritshme gjanat.